Të tillë vëllezër dhe motra ishin sahabët radhiyallahu anhum, ishin njerëz lakmues, njerëz me ambicie të larta. Pra shpeshherë gjejmë se si sahabët e pyesin profetin alayhi salatu wasalam se cila është puna më e mirë, cila është puna më e dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Cila është ajo punë e cila apo ato punë të cilat më bëjnë që të hyj në xhennet, edhe më largojnë nga zemrimi i Allahut të lartësuar. Gjë e cila është objektivi kryesor i besimtarit dhe besimtares. Pra ky është objektivi. Dhe duhet të jetë objektivi të gjithë neve. Dhe në fakt duhet të jetë objektivi të gjithë njerëzve. Sepse Allahu subhanahu wa taala ka dërguar këtë fe për mbar njerëzimin. Që njerëzit të ecin në rrugën e drejtë, të ecin sipas fesë së drejtë, dhe objektivi i tyre është arritja e kënaqësisë së Zotit, arritja e xhennetit dhe largimi prej zemrimit dhe ndëshkimit të Tij subhanahu wa taala. Sepse për këtë gjë Allahu i lartësuar ka dërguar profetët, të dërguarit dhe ka zbritur librat. Vetëm se kjo gjë e cila është me pesh, është e madhe, është e rëndë, në fakt është e lehtë. Për atë që Allahu ja lehtëson, për atë që Allahu jep sukses, për atë që Allahu ja zgjeron gjoksin, dhe atij që Allahu xhalla wa ala ja bën të lehtë kryerjen dhe përgatitjen e këtyre shkaqeve që çojnë në xhenetin e Allahut të lartësuar. Sepse xheneti fitohet nëpërmjet shkaqeve. Pra nuk është puna jonë e barazvleshme me xhenetin, por Allahu ka bërë disa shkaqe, pra ka bërë punën e mirë. Ta adhurosh Allahun të vetëm duke mos i shoqëruar asgjë në adhurim. Pra fillon me tauhidin, madhrimin e Allahut, largimin prej besimeve të kota, besutnive të kota, dhe dedikimin e të gjitha formave të adhurimit të saktë vetëm Allahut, Zotit të vërtet, i cili meriton këtë adhurim. Sigurisht që kjo është gjë e parë me të cilën ka filluar dhe thirrja e gjithë profetëve.